Gjiri i Gramës, Karaburun. Policia kufitare dhërmi ju vjen në ndihmë 2 turistëve kanadez që kishin humbur rrugën në Karaburu. Mbrëmjen e djeshme, rreth orës 23:00, salla operative DAVK Vlorë është njoftuar se 2 shtetas kanadez, të ndarë nga grupi i tyre gjatë një ecje në zonën e Karaburunit, kishin humbur orientimin dhe nuk dinin të ktheheshin. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, u organizuan shërbimet e policisë kufitare dhërmi, të cilët u nisën me mjet lundrues drejt Gjirit të Gramës. Pas mbërritjes, efektivët e policisë vijuan kërkimet në këmbë, në terrenin e vështirë malor dhe në kushtet e errësirës, duke bërë të mundur, rreth orës 24:00, lokalizimin dhe gjetjen e 2 turistëve, të cilët ndodheshin në gjendje të mirë shëndetësore. Turistët u shoqëruan në Gjirin e Gramës dhe u bashkuan grupit të tyre, ndërsa falenderuan shërbimet e policisë së shtetit për gatishmërinë dhe profesionalizmin e treguar. Policia kufitare e Vlorës mbetet e angazhuar për garantimin e sigurisë së qytetarëve dhe vizitorëve në çdo cep të territorit.